Çka humb njeriu kur e lë namazin? Ne si besimtar jemi të vetëdijshëm se detyra kryesore pas shahadetit, pas dëshmisë është namazi. Kur them këtë është detyrë, ne si besimtar këtë nuk duhet ta kuptojmë vetëm si diçka që na Zoti na detyron edhe na bën obligim, edhe pse ajo është një pjesë e së vërtetës. Por kur themi është detyrë, është një lloj falënderimi dhe një lloj shprehje të mirënjohjes ndaj Allahut subhanahu wa taala për atë se ai na ka udhëzuar. Na ka bërë të mundshme të bëhemi pjesëtar të fesë islame, të bëhemi musliman. E kemi shqiptuar dëshminë shahadet, tash mënyra praktike me të cilën ne në mënyrë kryesore e shprehim përkatësinë tonë ndaj islamit është falja e namazit. Namazi i cili është shtylla e fesë. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot namazi amuduhu as-sala. Koka e kësaj çështje është Islami. Derisa thot shtylla e Islamit është namazi. Dhe besimtari këtë e kupton si një lidhje të vazhdueshme mes tij edhe Zotit Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë është një komunikim të vazhdueshëm, është kulminacioni i përuljes për Allahu subhanahu wa taala dhe është shprehje e falënderimit dhe mirënjohjes ndaj Allahu xhaleshanu i cili na ka udhëzuar. Po ashtu është edhe ai me quajtur kushtimisht mënyra e komunikimit mes robit edhe Zotit të tij për çështjet për të cilat ka nevojë njeriu. Kur themi çka humb njeriu nëse humb namazin, nëse nuk e fal namazin. Ktu para se u përgjigj në këtë duhet të ndalem tek një çështje tjetër. Falja e namazit, çka nën kupton? Ai nën kupton falja e namazit vetëm ato veprime mekanike që i bëjmë ne, që ndojmë në këmbë, shkojmë në ruku, shkojmë në sejdë, çohemi prej sejdës, se lexojmë tehiatin, lexojmë fat apo namazin ta kuptojmë si një përjetim shpirtëror. Si një përjetim i cili e ka formën e jashtme, por në të njëjtën mënyrë ka atë që është shpirti i atij adhurimit, që është përulësia dhe koneksionit që jem kushtimisht mes njeriu dhe Zotit të tij. Do thënë ne kur të hyjmë në namaz, e kemi parasysh se namazi e ka atë pjesën e jashtme që duhet të bëhet të kryhet në mënyrë të duhur, po ashtu e ka atë pjesën e brendshme, pa të cilën ai namaz nuk e ka vlerën sikur ai njeriu i ka plotësuar të dy kushtet e namazit, ato kushtet e jashtme dhe kushtet e brendshme. Ai njeriu i cili humb namazin dhe nuk e fal namazin, në këtë mënyrë që e përmendëm, domethënë falja e namazit me gjithë ato që ne kupton me falje të brendshme dhe falje të jashtme. Qartë. Ata që humb njeriu në këtë situatë është se e humb një adhurim i cili e mban në të gjallë edhe jep fuqi dhe gjallëri imanit të tij. Do më thonë, ti pa namaz nuk është e mundshme me sportistët i kemi pa. Për e mbajt kondicionin në një nivel, ushtrojnë, pa? Bëjnë trening, bëjnë stërvitje, bëjnë pregaditje, kanë pregaditje dimrore, pregaditje verore, pregaditje në vendet të sheshta, në vendet malore dhe kështu me radhë. Njeriu pa namaz e ka këtë disfavor, apo këtë humbje të madhe sepse nuk është në gjendje që ta mirëmbajë imanin e tij. E kur imani i tij nuk është duke u mirëmbajtur, nuk është duke u shqyer, nuk është duke u forcuar, ai nga dal dobësohet. Dhe me dobësimin e imanit ndodh ajo që askush nga ne nuk dëshiron ta ketë. Atëherë bëhemi shumë më lehtë viktima të shejtanit. Se shejtani i cili ballafaqohet me një njeri që është me iman të fuqishëm, ka shumë më vështirë që të manipulon, që të bën kurthë dhe të bën domethënë të dominojë. Ndërsa ai person i cili është me iman të dobët, me ata shejtani e ka shumë më lehtë. E shejtani është i palodhshëm, domethënë nuk lodhet fare në atë misionin e tij. Cili është misioni i tij? Njerëzit krejt me veti me iman në xhehenem. Në zjarrin e xhehenemit të digjen të në gjykimin ai do të arsyetot, do nuk kumbo kurrë, vetëm i kumthira, ato më kanë përgjigj, vetë u kanë përgjigj, unë si kumbo asgjë. Pa dhunë. Dautu, i kumthira, do të nuk i kanë detyruar.
Nuk I kam shumë me zart që ato me armë pas me. Që do thonë, nëse dojmë ta zbulojmë cili është thelbi I asaj që humb njeriu është I dobësohet imani dhe bëhet shumë më lehtë viktimë e kurtheve të shejtanit, edhe kështu dal nga dal realizohet synimi që e ka shejtani, që njeriu me qenë me to bashkë në xhehenem, edhe largohet njeriu prej krijuesit të tij, I cili ka dhënë aq shumë begati të panumërta që as ka mundësi me I numëru, dhe me këto begati, domethënë ai nuk ka qenë mirënjohës as falendërues për këto begati të Allahut, por e ka filluar ta ndjek rrugën e shejtanit, rrugën e djallit të mallkuar, I cili me veti do ta merr në zjarrin e xhehenemit. Do të është kjo pakës në mënyrë, do të thonë, ma të thellë të analizës, do të thonë, njeriu që s'ka namaz I dobësohet imani, e kur I dobësohet imani, është shumë më lehtë që të bëhet viktimë e shejtanit. Summa summarum humb shumë. Po kjo khusranul mubin, Allah e përmend në Kur'an khusranul mubin, humbja e qartë, humbja e që nuk do kallaus, se është fjala e shqiptare, ka tundi që shihet nuk do kallaus. Edhe kjo është humbje shumë e madhe, se ti paramendoj një jetë të përkohshme, të afatizuar, me vite të numëruara, me dite të numëruara, për njëherë ti këtë mundosh që ta kapish krejt komplet, ta vendosh në kontroll, edhe me këtë e humb përjetësinë. Njeriu I logjikshëm, do të thotë, nuk është e mundshme që njeriu I mëshëm me sakrifiku përjetësinë, ahiretin, I cili është I përjetshëm, amshojshmërinë për diçka që është kalimtare. Por ja që nëse ne e lajmë namazin, e lajmë kthimin tek Allahu subhanahu wa taala, çka thonë do të thirrja në namaz, çka na thot? Thotë se Allahu na thret në shpëtim, na thret në namaz, na thret në shpëtim. Do të shpëtimi është një prej rrugëve kryesore për të cilave arrihet shpëtimi në këtë botë dhe në botën tjetër është nëpërmjet namazit.